السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të nderuar, ne do të vazhdojna me serialin të cilin kena filluar, historia përsëritet. Ne para kësaj ligjërate cekam se cilët ishin fundi e kanë 5 smundje të cilët kanë qenë shkak dhe humbja e muslimanëve, do të thotë në disfatën me përleshjen e tatarëve. Kurse pas asaj, tatarët nuk janë dalë në qatë vend, por ato kanë vazhduar luftimet me muslimanët e jo muslimanët. Në vitin 634 janë drejtuar, do thotë tatarët, dhe kanë pushtu të Rusin për 2 vite. Do thotë paramendojni. A Rusia territor me miliona metra në katror. Për 2 vjet me e marë, kjo është e çuditshme. Le nëse kaq, po kanë filluar Ukrainën, e kanë marë, Bolandën, Hungarin, Slovenin, Kroacin. Do thot, e çuditshme, kur e kanë pa Bolandes që po hin tatarët, kanë gërkuar prej mbretit gjerman, që t'i shlon kalors, që t'ju rin ball ushtrisë të tatarëve. Megjithatë, edhe pse Gjermania i ndihmon, i afron Bolandës ushtar, kalors, por megjithatë dështojnë dhe tatarët vetëm hecin para. Por në këtë vit, në vitin, do të thotë pas kësaj minje, në vitin 639, vdes komandanti i tyre, i tatarëve, i të parëve, Oktaj. Dhe në këtë moment ndalën çlirimet. Do të thotë nuk ka çlirime. Tash i pari i tyre vdes, ky tjetri don këtë pushtet që e ka marrë. Këtë territor të gjarë duhet me rujt, për ndryshe të humbon tu i qelë të i shelësit. Dhe është ndalë, një periudhë nuk ka pas luftime. Por, një vështrim mbi gjithë kësaj të rendit botës. Por shembull, gjendja e tatarëve çfarë situate ka kanë në këtë periudhë, gjendja e muslimanëve çfarë situate dhe gjendja e krishterëve. Nëse merre ishe tatarët, territorin që e kanë pas, paramendojni, prej në Kore, deri në perëndërim Bolandës. Prej në veri të Sibiris, deri në jug të detit kinez. Do thotë, kanë marrë këtë, do thotë, është konsideru superfuqi në botë. S'ka pas kush t'ju del para. Pasaj, do thotë minjerë zgjedhet si komandant djali i Oktajt, edhe ki nuk e ka pas strategjinë e babës vetë. As Gjengis Khanit, që veç me botë territore, me marë, gjithë, çka të serë për para. Strategjia e këtij Jokan ka thonë patjetër ndalën, do thotë çlirimet. Dhe ndalmi këtu ku jemi, dhe të arrujmë shtetin ton, a gjendja e muslimanëve, Irakit, e Egjiptit, e Shamit, do thotë Jemenit, janë kanë të hongër ndërmezveti, të luftu ndërmezveti, muslimanët. Do thotë vetëm këto territore, këto pjesë nuk i kanë marrë tatarët. Po këto çfarë të lashe kanë pas? Të lashe ndërmezveti, subhanallah. Mu hongër ndërmezveti, mu luftue ndërmezveti, Allah i na ruaj. Kurse krishterët evropian,
edhe pjesa tjetër, Libia, Tunizia, Alxhiri, Moroko, edhe këto nuk janë konë në pushtimin. Do thot, pjesa lindore të muslimanëve e kanë marrë tatarët. Kurse pjesën perëndimore dhe të mesme, do thot, kanë konë shpartalluar ndërmjet veti. A kurse krishterët e Evropës kanë shijuar atë që e kanë shijuar edhe muslimanët. Do të ja kanë prish kishat, ja kanë djek, ja kanë marrë mallin, edhe krishterëve se tatarët nuk e kanë pas dert. Çfarë feje kije? Kryesura me marr territorë dhe me bën njerëzi. Derisa kanë mrije paramendoni në Evropë, në qendrën e katolikëve në Evropë. Krishterët kur e shohin që kjo vepër e tatarëve e kanë pasur që kjo nuk shkon gjatë. Kryqëzatat e kanë po që lufta e tatarëve ndaj Evropës edhe muslimanëve nuk ka me shku gjatë. Për shkak se është luftë që do të zgasje luftë periudhë, ama do vjen një kohë patjetër e kanë mundal ndaj Evropës. Deshtën apo nuk deshtën? Pse? Se e kanë kuptuar krishterët e Evropës se lufta e tatarëve nuk është luftë fetare. Po luftë me bon mall, me mbledh gra, me mbledh territor, s'u ka interesue. Feja e tyre u kanë zharllavin, kanë mri, çka kanë mri, kanë shti. A kurse krishterët e Evropës e kanë ditë se kjo sa do kudo do të ndalët, a lufta me musliman ka me vazhdue. Këtë bindje ka pas krishterët e Evropës. Për këtë arsye, krishterët e Evropës kanë dash me hije në kontakt me mu bo alat me tatarët. Dhe dhe shohëm se si janë mundue që të lidhen me tatarët që të bon një mur, një saf. Allahu subhanahu wa ta'ala për kësaj na tregon dhe thot walan tarda anka al-yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. As krishterët, as çifutët nuk kënaqen me ti o musliman, derisa ti të pasosh rrugën e tyre. Do të thot kjo do të vazhdon deri në kiamet, jo si tatarët. Për këtë arsye, krishterët e kanë kuptuar problemin, se problemi kanë thonë mes muslimanëve dhe krishterëve, krishterët kanë thonë çështje besimit, tauhidit, nuk është çështje e tokës dhe mallit. Ja ti bosh musliman, ja ju do bëni krishterë. Se çështje kanë bënë, që në këtë kryqëzatat kanë hec, në këto hapa kanë hec kryqëzatat. Por gjatë kësaj periudhe, luftë s'ka pas, por ka pas lëvizje. Ka fillu komandantat e tatarëve të ndrojnë fejnë, të bëhen krishterë. Pse? Kush e di? Gradualisht kanë fillu një komandantu ka bo shka, aj qitri, oja, prej ka? Problemi jo konë se komandantat e krishterëve kur kanë marrë Evropën, janë martue me shkina evropiane. E ato janë konë krishtjere, kanë diku të burat e vetë. Edhe pastaj plestojnë kur të kënën gugute në vesh natën e ndronë mendimin sabah. A këtan? Edhe këto janë martue me krishtjere, edhe gradualisht kanë tentue ato që kanë filluar ta ndrojnë në fejen e tyre komandantat e tatarve. Kurse lufta e kryqëzatat me muslimanët në Sham edhe në Egjipt kanë vazhduar, si kanë dalë krishterët. Edhe pse kënejna tatarët i kanë sulmu, ama në krishterët luftat, fronte që i kanë pas me muslimanët nuk i kanë dalë. Por musibetin matë trekën që i maj rrezikshëm o konë për muslimanët. Se nga njënon sulmi tatarve, trekën që ja po, këtu tatarët, këtu krishterët, kënejna udhëhecit e muslimanëve si ju ka interesu për muslimanë. Si cili ka tentu të arrujë teritorin e vetë dhe vendin e vetë. Kush janë konë ata që kanë hek? Populata. Muslimanët, Allah në arruaj. Gjatë kësaj periudhe, në vitin 640, vdes krijetari Khalifja i Abbasinëve. Dhe vjen khalife gjali i ti 30 veçar. Kush vjen? Gjali i ti 30 veçar me udhëhec një shtet të madh të khalifejetit. Çish duket?
Dhe ki djallë kon i mirë, kon i devotshëm, nuk u kon gjunaqar, është e ka dosh Kur'anin, e ka dosh dinin, e ka dosh fejan, por politikën se ka ditë. Si ka njoft terrenin, si ka njoft njerëzit mirë. E këti i vendosët një njeri i afrohet i cili kam ja bo sherrin umetit. Se i ri vi mendon, knaqët mendon se pak të luftoj njerëzit, e mendon se je bo mbret. E këti ja afrojnë njerëzit për rreth, bitane, rrëthinën e keqe, i cili kanë mja po sherrin këtë muslimantë. Dhe nuk i kanë bet tatarve mes khalifetit edhe ushtrisë të tatarve, teritorit të tatarve, veç një vi, apo thuaj një korridor. Një korridor tatart edhe khalifeti Abbasinve. Cili u kon ki korridor? Korridori është kon i Ismailive. Ismailit në kemi cek, çka tham? Jën kon armisht e ehlu sunetit. E Ismailit jën kon ashtë tegër të luft, jënë kanë shumë tash për luft. Por nuk i kanë dosh ehlu sunetin, asë Abu Bekr, asë Omer, asë Uthman, radhiyallahu anhum, jënë kanë armisht këqin ndaj sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto njëherë kanë bashkëpunu me krishterët, kryqëzatat, njëherë kanë bashkëpunu me tatarët. Qëllimi qka vetëm khalifetin e sunive me rëzue. Por një të ka edhe tatarët si kanë besu shumë Ismailive, se dhe ato kanë konë tegër të ashpër, edhe ato kanë dash territor me pas. Edhe do të nuk ju kanë besu edhe nuk ju kanë dhënë përgjigje tatarët Ismailive. Kurse djali Oktajit, që zjedh si komandant i ri tash, është hera e parë që krishterët tentojnë, kur e shohen që ki nuk e ka një jetin me ishtu e teritorin, thot hajde të hina në bisedime. Do thot të afrofna më kësh krishtë me tatarët. Kurse komandantat e muslimanve asë që ka interesue, çka të bajnë? E di që të forcohen këtë gjendje, derisa s'ka luft, forcohim, ushtrimet, pregaditja, e di që jemi gati se ai që të ka sulmuar në parë ka mundësi në përzditi, dërë të sulman. Çka bajnë ta? Fillojnë një papa i 4 i Vatikanit, papa i 4 në zaman, i qonë mesazh komandantit të tatarve. Dhe i thot, çka po thue që ne të bofna bashkë të sulmojmë musliman, të sulmojmë Egjiptin edhe Shamin. Paramendojni. Thot, ja ka quë 16.000 kilometra prej Romës deri në kryeqytetin e tatarve, një shkume. E në 16.000 më këthi, shumë. Dhe i thot, e para, thot të bashkojmë ne bashkë të luftojmë musliman, t'ja marrë e në Egjiptin edhe Shamin. E dita, e ka thirë papa këtë komandant të pranon islamin. Dë botë shka, si kur ki. A ju këtë ranue. Ka thonë, qish gudzon ki me më thirë mu me ndru fen, kur unë jam zotnia e këtë dynjojës. Kja, e u këtë ranue. E prej kësaj kuptohet se çështja e papave është çështje besimi, nuk o çështje politike. Ku prekin ato, dije se ka diçka mbrapa. Pra mendo, edhe pse e ka di që ka fuqi, edhe pse e ka di që ka territor, ja ka afru një bashkëpunim, të bëjmë alat, 2, të ndroj shfejen. Automatikisht ka refuzue kjo dhe citatarve, edhe nuk e ka pranuar, por ka thonë vetëm me një kusht nëse ju vini mbreti Britanis, mbreti Francës, i Gjermanis, i Italis, thot edhe vini në kryeqytetin e Mongolve, tatarve, dhe pastaj me madhon besatimin mund që dhe jeni nën komandën time. Pranë që kushti lipki. Këto s'pranojnë, normal, evropian, dhe nuk shkojnë të udhëheci tatarve. Se shonë në nëshmim, qysh me shku e krejt të mbretnit. Por, papa nuk e u vullnetin. Se në mbashtron kanë, komandantin, krijetarin, atëherë shikon cili
komandant prej komandantëve të ushtarëve mund me dëpërtue. I shkoni nuhat, filoni çka ka qef me lëvdroje. Filoni çka ka qef, e pena hedije. Filoni çka ka qef gratë, çoje në grua. Filoni çka ka qef, ka muzikë, çoje në këngëtare. Ka fillue ti hulumtoje komandantat cilët janë që i kanë lef ndaj muslimanëve dhe e gjon njonin, i cili ka konë në atë pjesën e Azerbejxhanit. Por ai kur ka ardhur puna që për Sham dhe Masar në Egjipt, s'ka guxue se kjo kon komandant, prapo kon ai a qenë kryeqytet që i vendos. Dhe ka pas me luftu, aman nuk ka pas atë guximin që të nënshkruaj kontrata me papën. I dërgon letër komandantit kryesor, kryetarit, ai thotë ja, politika jo nuk është me xhanu territorin. Zguxon me prek. E jo na është tash ta stabilizojmë. Të njëjtën kohë, Luisi IX, mbretit Francës, përgatit ushtarët krizatat që ta lufton Egjiptin. Dymjatin dhe dihet historia na vjen herë ndoshta e cekmi, humbjen e madhe që ka bërë, njësoj kërkon prej tatarëve që të bon aliat dhe të luftojnë muslimanët në Egjipt. Para mendoni se shejtane janë konë. Gjatë kësaj periudhe, Luisi VII, çka ban? Merr dhurata të shtrenjta. Morën me veti dhurata e sant, edhe drejtohen drejt kryeqytetash. Të tatarëve dhe prej aty kërkojnë, thotë që ne të mundohemi të bëhemi një grusht, një saf, aleat, dhe pastaj kur do të arrijna këtë, ne do të arrijmë që ne ti shpartallojmë muslimanët dhe jesni ju superfuqi. Në rregull. Kur mbrin këto në kryeqytet e gjejnë se ki komandant ka ndru jetë. Kush e ka marrë postin? E ka marrë gruaja e vet. Gruaja e këtij komandanti ka marrë postin. 3 fëmijë i ka pas, por i ka pas të vegjël, si janë konë për edhetësi, tatarë, qeveria tatarëve, ushtërisë janë konë kundër një grue me udhec burrat. Para mendojni. S'ka ka thonë se gruaja s'o për luftë. Pa tjetër dhe nuk i ka zgat pushteti teri sa, do thot, kthejen këto durthat, së nbien në kontakt, sa jo si ka pranu, ka thonë ne kena halët tona, kena problemet tona, i ne të marrë me diçka shumë matë madhe, edhe kthejen brapa. Dhe pas kësaj e zgjedhin një komandant tatarët, i cili e ka emrin Menkuhan. Se kam pa që gruaja zor. E Menkuhani, e zot ja Rabbil Alamin. Ki e ka pas trunin e Xhenkis Khanit. Edhe të gjyshit vet. Do thot vetëm territore me qel. Një krije. Edhe minjëherë pika e parë si ka ardhur pushtet, ka thonë khalifatin Abbasinve me marë, me arzu e muslimanve. Pikën e parë që ka po? Khalifatin me arzu të Abbasinve. Dhe drejtojnë gjithë këto, do të se 10 vite para mendoni s'ka pas luft. A muslimante shkrijet për fat të keq, as kush nuk u ka pregadit prej territorëve që s'kan pas luft që të bon azër. Këtë rafsh e kanë shluhe. Ibn Kathiri Rahimullah thot, nëse merr dhe i shikon këtë periudhë, as që ju ka interesu njerëzive. Khalifja që ju konë, e ka qëllue çështjen e ekonomisë, fukarat që kanë pas hall ju kanë ndihmue, na i shkollë, na i sent, është mundue kështu me bo hajër, por aspektin ushtarak se ka prek hiç. Si ministrat që ju ka interesue, hoxhallar të shkrijet, na për hutbe, tu me ndu me të rëgu, e dini tatar që kanë bo atje, e dini tatar që kanë bo muslimanve, e dini, veç hoxhallarë kanë fërna për xhamia, për rrezikin e tatarve, kurse tjerve si ju ka interesu as pak. A e kuptuat pëse ta shtojnë mësingojni hoxhallarët, këto grupi Deçanit, lejni hoxhallarët, mësingojni, se hoxhallarët ta qelin trunin. Të kallëzojnë Sheikh Abdul Qadir Arnauti, rahimullah, Allah në gjennet al-Firdaus e qoftë. Thojke, hoxhallarët e shonë fitnet kur dalën, kur nisin me arë, sa nisin? Hoxhallarët. Si dalën fitnet, hoxhallarët i shohën, thojke. A xhamati kur të shkojnë, thënë, he, besuma fitne ki shkon. A më shka, bëhet në rxhallavin. Bëhet masakër të në vallaj, fitnë allaj na falt. Hoxhallarët kanë folë, kujdesni se këto janë që ato, ai që t'ka vrat djetë vret edhe sot.
por s'ja ka marrë as kush. Edhe pastaj, çdo kush ju ka nështru tatarve, tatarët e kanë uzurpuar vend. Çdo kush i ka bërë kënë ngritje, do thot ato janë dalë. S'kan hije. Si e kanë kuptu që filon qyteti, filon vendi, është u përgatit për luft, ato s'kan hije ati. Se e kanë ditë se ati do të humbin njerëzit. Cilët ishin ndihmësat e Menkuhanit? Ishin 3 vllazë dhe vetë. Vllai i madh e ndalin vetë në qeveri. Këshilltar, ndihmës. Vllai tjetër ja la kinën, pjesën e kinës krejt. Dhe çka ka rreth asaj. Vllai e tretë, këtë talis i fshin kështu, holakon e ka çu ka Persia dhe gjithë që ka pjesa e muslimanëve. E ki o kanë, Allah i na ruaj, dhe shifni çfarë zullumqari i prisht. Personalitet më i kesh në histori s'ka pas se Holako. Holako ja le të drejtën që ki të marrët me shtetin Abasive. Por ki martohet me një grue e cila e ka pas emrin Takëz Khatun. Takëz Khatuni jo kon krishtere. Holako i ka urrejt muslimanët, plus gruja krishtere që i ka urrejt muslimanët, kur të bon di, që ka bohon? Gjithë natën bëjnë mabet për tretin. Edhe këti i ka shtu mlefi dhe urrejqa dhe i muslimanëve çdo moment se si t'i luftojnë muslimanët. Dhe është ka marrë, ka përgadit 5 vjetë përgaditje për luftimin, me luftua shtetin Abasinje, khalifetin Abasinve. Allah subhanahu wa ta'ala i jep fitore atyre që përgaditën dhe duan fitore. Nëse janë shkej. I merë sebepet e fitores. Po ti që je musliman, do fitore dhe flen. Do fitore dhe si merë sebepet e fitores. S'kur Allah i s'ta jep. Kur s'ta jep Allahu? Përket Allah subhanahu wa ta'ala thot men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim. Thot kush e do dunjojnë dhe zbukrimin në kësaj dunjë dhe të japna. Dhe as pak nuk i bëhet padrejtësi krejt, apo do merre krejt, a mund këtë dunjë. Do të 5 vjet Holako bën përgatitje. I ka marr Holako, është kujdes vetëm për 5 pika të rëndësishme. E para kanë rregullimi i rrugëve. Paramendojni. Ka mendu Holako që rrugët i përgatitje prej në Kin të rinë Bagdad. Ka fillu t'i gjanon rrugët dhe t'i pasron. Se ka ditë se rruga do të Kin, Afganistan, Pakistan, Iran, Tajikistan, ke që në vende malore. E ki ka fillu e t'i përgatitje këtë rrugët, një. E dyta, ku ka pas uj, ka bohe ura. E treta, ku ka thonë udhkriqe, ka vëndu ushtri 2 fisht, që helbet, kur të vjen ushtria, mos të bjen në prit, do të që me kontrolu terrenin. Dhe më interesat, më shejtan që ka konë, qëfar ideje, paramendojni, prej në Kin të rinë Bagdad, ja u ka ndalu e njerëzive me mbajt hajvanat rreth rrugës. Kënë hajvanat shtëpjak, kënë ato malor. A e dini pse? Rreth rrugës zgudzon ti me pas hajvan. A lop, a dele, a dhi, a deve. A e dini pse? Që kullotën barin mës ta hanë. Nëse janë kone gërsina i kanë likvidue. Shpis zgudzon ti në këtë territor. Do të të rrugas Kin, Bagdad, dhe bot bari i nalt. Që kur të nisët ushtria e tatarve, mës t'i ngarkojnë kuajt t'i lodhin me taxhi dhe haje. Pa më parasysh çfarë do sezoni i bje, do të kanë baktit, hajvanati, kuajt, ku t'hanë. Tenka hecën pa naft? Nuk hecën. Amon ta bje dykush një bure, ja që t'hecën. Hajvani s'ka një bure naft një dhona, ti si më s'ket haje. Thof, jet.
E kia ka bo planin që për hajvanatët që shtë jarrin. Do thot, kështu Holako e ka përgadit terrenin. E para çka? Rregullimi i rrugëve. E dyta është kanë përgaditja politike dhe diplomatike, që këtë se kanë pas hiç tatarët. Kanë zotë bon politikona në diplomata. Para mendojni tatari, që veç për atë vret, shtaj diplomat me kravat, edhe në bisedimet e inë. Këtë kanë pas shumë zorë dhe ato të, si me thonë, të adaptohen. Edhi, është rënd një njeri që kur s'din me folë në aspektin diplomatik, me t'i gjek kundrat edhe t'i severin, a këtan me t'lëvdu e me t'avu flakën, e kjo e qojnë diplomatsi. Edhe fillojnë hapi i dytë, pas kësaj çështje diplomatike. Do thot, edhe politike diplomatike. Pasi që i bën 2 vjet ki në qeverisje, edhe fillojnë mbreti i krishterëve, Luisi IX, bjen prap bjen kontakt me këto. Tash çish të bojna neje një lloj partneri, koalicioni, që ne të luftojmë se mbreti Luisi IX në dimjat ka hup shumë keq, edhe është zonë rob, e ka pasat mlefin e madh si të lufton muslimant. Ka dash si, por Menkuhani s'ka dit diplomaci. Hyq. Ai ka dit po, jo. E bojnë se bojnë. Në rregull vinë ato, edhe i thënë, qish po ja bajnë? Menkuhani se ka dit dyftërsinë e evropianëve. As busqeshjen e tyre që në bas asaj ka tradhti. Si ka dit? Kanë ardhur thot në rregull, qish po bëjmë? Ka thonë edhe i bashkëpunim, ka thonë e para të unë s'ka shok. Në fjalorin tem, Menkuhani që i thot, shok s'ka. Te unë fjala zotri, harroje. Te unë jam mik, jarmik. Shkurtaj. E do qysh qështu? Do si dojni qështu, si më zdojni, hecni. Por ndryshe, ja bofni rob të mi, ja s'ka. Prap dështon bisedimet. Shumë ku ke pa mare? Në rregull. Thot, pasi s'pranojnë këto evropianët, thot do t'a gjenjë dikan tjetër që do të pranoje. Ka e gjenjë mbretin e Ermenis. Edhe ki shko, krishter. Shkojnë bjen me mbretin e Ermenis, mbreti e Ermenis gjunoj i shkrejet, me nëzisë se ka prit të me thonë apo ina në bisedime. Pse? Se Ermenia 30.000 km/h, një kaqore. Plus në kohën e Gjengis Khanit e kanë fshinje. E ta shtot më mirë unë të bona alat me tatartë, sa të mbojnë hëgjum të mshin krejt. S'ka as mbretni, as kur gja. Në rregull, hajde bujron. Është të shenë, tatartë kanë zëtë morën diplomaci. Në rregull, kush vjen? Mbreti Ermenisë, shtrojnë atë pikin e kuq. Kur vjen thoni madhria ju, e zotria ju, e i madhi jo, me kësoj fjallë, dë njerë me kësoj fjallë, ta thënë qafën, ta dini. A dhe vjena, mashallah, mbretit i priqe me lule, me te pik të kuq. Në rregull, urdhna, qëfar politike, qëfar kontrate dhe bajmë, si dhe t'ja bajmë? Thot, në rregull është thot. Thot, mas por ju jeni krishter, ne do bona koalicion bashk, thot, se juve të Ermenis kini pas luft me musliman Sulxhukt. Thot tash e dini, ne tatar knejna, Sulxhuk knejna, ju jeni në mes. Kush që më shonë, njëna fëlqin knejna, njëna tjetra. Thot në rregull po. Thot po si po ja bëjmë, thot kollaj, urdhna, thot e para dhe ta sigurojmë pasurin tënde. Kujt i thojnë mbretit Ermenis? Pasurin e kujt? E mbretit, jo të popullit, a kuptot? Thot në rregull. E dyta, kishave që ju kina vu tatim, dhja hek në tatimin. Thot, në kjo shumë mirë. E treta, thot, tokën që va kanë morë juve muslimanve, do t'ju ndimojmë, ju ta kthejni ato. Shumë mirë. Edhe katërta, thot, ti dë bosh këshilltari jam.
Kush i thot? Mbreti Ermenis i thot tash kudheci i kejt i tatarëve thot do bosh këshilltari jem. Pse këshilltari? Kush e din? Pse ka marrë kish shejtani? A i pëshimni sa shejtana janë konë? Pse ka marrë këtë mbretin Ermenis këshilltar? Kush e din? Ki shejtani ka thonë ki këto kanë provojt madhe me muslimanët në luft në gjihad, në Solxhukt. Ki i di ku janë baticat dhe ku janë zbaticat. Dhe provoja e këtyre është e madhe. Atëherë thot unë dhe e marrë këtë në qeverisje, dhe e marrë në administrat, e shfrytëzoj. E dita ka thonë këtë territor të madhë s'mundet ne këtë vetëm ne tatar të ambon. Pa tjetër ta kina një bishtonin. Ti rrim bret në Ermenia, më një ndër ne. Ne kur të fishlojmë, ti rrim e një kam. E treta, fillon thot këtë ta përdor në mbretin Ermenis si gjoker. A i thënë gjoker popullin, gjuhën e popullit, gjoker me në i lidh raportet me krishterët e Evropës. Kur të kena në i sent, e qojmë këtë një pitinve, një kryq si kur ata, të në dëna ndrejqe punën, dëna... Dhe thot, paramendojni. Dhe e katërta kanë thonë që Ermenia dhe jete e cila është botash alat dhe jete shumë sulm për psikologjinë e muslimanve. Se tash nuk kanë me thonë muslimat kena luft me tatar, asa me armen, por me aleatët. E fjala aleat, Allahi, pak e rëndë është, se bagime e madhë është. E thë këtone du që më shuna muslimanve në aspektin psikologjik dhe t'i lodhmi. Këto edhe e pensta, ka thonë njësia e ermenve, dhe jenë se matë zoti ju jeni, ju gjdo front i rezikshëm ju të partë kini me hi. Kush shkojnë? Shkojnë ermen, jo tatar. A përshim njësa shejtona, qarë plone kanë botë mirë. Do të mës t'i hubjet ki njërës dhe vetë, dhe do të ti, a jeshtë shalet me mu, heci pari. Se ju ja dini zanatin këtine. Do të ka krejt antë, kush del fetimtar, dalën tatarët. O gjemot o vlezer, o dashamir, a është e logjikshme i forti me bo aleat doptin. Si a rokmendja. Kur i forti zbon aleat me doptin? Kur njëherë. Por kur ta shohë që ka interes prej teje, dëbot alat me ti. Se ta shfridzon aftësin tonë dhe që je ke. Amerika është superfuqia, po. Cila është me fort, Amerika, Anglia? Ha? Amerika? A dini sa miqët partnerët mirë janë? A janë partnerët mirë? Shumë të mirë janë. Pse? Se eksperiencen që e ka Anglia, e ndonë me Amerikën, kjo e ka eksperiencen, kjo e ka forcen. Edhe? Pastaj mirë mi vesh kollaj. Edhe thot, tatarat kështu e kanë bo. Do thot që mi mor eksperiencen e armenve, edhe pastaj kollaj është. Tjetra kanë dosh të afron me krishtert e Shamit edhe me këto. Pse? Krishtert si qeveritar s'kan pranue. Sa i ka nëndshmue, ka thonë herë një me ipni besën, s'ka, ja dërmuja s'ka. Por ki që ka bo dreqi shejtani, ka shkue me popat që janë konë në Egjipt edhe në Sham, kanë bo kontrat, po jo zyrtare dhe jo publike. Prej mrenda me punu krishterët për tatarët për me rëzu khalifetin e muslimanve. Kuptuat? E treta, kanë bo koalicion me Gjorgjin që në konë krishter. Edhe këto, dhe thot njësoj kanë pas luft me ka? Me muslimanat. Dhe thot fillon gradualisht i boni tash alat krishter të Ermenis, krishter të mrenda në Sham dhe në Egjipt, i boni krishter të Gjorgjis dhe tash i bon alat
Menkuhani muslimant, komandantat e vendeve, subhanallah. Shkon, i nënshtrohet emiri i Mosulit, thot ta ja besën Menkuhanit, edhe atë nuk ka bo kontrat me Menkuhanin, me holakon, me ushtarin e vetë, me komandantin e vetë, si ka pranue emirat e muslimanve që janë konë këto vende, si ka pranue kryesori tatarve. Ja, ty ke me fol me një komandant temin. A krishterët i ka pranu vetë? Kjo me i nëndshmue musliman. Kur bosh ti me shit vllavin tanë, që shtu të ndodhë. Ka ardhë Bedreddin Lulu, emiri i Mosulit. Pastaj ka ardhë sultani i Sulgjukve Turkis në atë zaman, e në një pjesë të Irakit, ka ardhë edhe aj, ja ka dhonë besën. Ka ardhë Jusuf, dhe thotë Nasir, Jusuf ka ardhë emiri Halebit edhe i Damaskit, prej nipave, subhanallah. Prej nipave të Salahuddin Ejubit. Ja, besën, tatarve, holakot. Plus nis njësi të ushtris në radhët e holakos. Dhe vjen Ashraful Ejubi, emiri Homsit, edhe ki ja besën holakos. Do thot Mosul, Turki, Sham, Damask, edhe Homs, Irakin e kanë shtije khalifatin Bagdadin në rreth. Që krejt pika strategjike janë konë për mërzu khalifetin Abbasinve. Edhe, normal, pastaj nuk jam me eftu me ka qolako. Jo, ka punu, teri sa ka mri njerin e dytë në shtetë. Të Abbasinve. Ajo konë ministri i par i Abbasinve Muayyid al-Alqami, e Shi'i. Kjo shkon Muayyid al-Alqami, u konë Shia. Nuk u konë suni, por ka mrin post. Jo një muj, 2 muj, 14 vite kryesori u konë i ditin shtet. Holako ka ran kontakt me ketë. Kur ka ran me ketë, edhe pastaj e ka joshket. E ka pregadit, teri sa i ka thonë, ti duhet pa tjetër të mundohesh ta bindish khalifën. Dhe kështu e ka bëhe, do thot, koalicioni me gjithë këto. Pastaj, pika e tre që jo konë lufta psikologjike. Do thot, ka fillua në luftën psikologjike. Që ka bëhe? Nuk ka marrë me shkrujt tatar poezi, po i ka gjetë arab, musliman, prej vendit të tyre, që janë konë të shqitet me shkrujt poezia për tatarët, që me friksu poplin. Sa kemi nësët në përrjetit sociale, plot. Qita një dërës 100 shajt. Muslimant ju vjen marre ta shpërndoje një dërës, se po më thënë që jam musliman. I vjen marre ti që se dërësët në status apo në rjetet sociale, se po konsiderojnë gjemati filonit, a i lonit, a i dinit je marre, të shpërndoje marre. A i po shpërndojnë të keqen, s'pi vjen marre ti, atë khajrin po të vjen marre ta shpërndajsh. Dhe pika e 4 që ju ka përqëndrua Holako, është shkon dobësimi i ushtrisë të khalifatit të Abbasinve. Në përmjet kuj? Në përmjet ministrit. Të ato i shijes. Edhe vjen gradualisht ki khalifja e kshilon, se ki sa vjet i kish pas? Khalifja? 30 vjet. Ki shejtoni? Ki plak? Edhe vjen gradal, i thot e diçka. Nuk ka nevoj me ndajt fond në shteti, së cilë shtetë ndajnë për ushtrim fond. Thot, s'ka nevoj. Dhe paksem fondin e ushtrisë. Në regull, që ti këshiltar jeme, mashallah. E dyta, shumë ushtar kemi, këto ushtar dun me hangër, me pi, venja lapsi, nëse hanë 2 euro në ditët. Unë po flasë me 2 euro, këtë disa janë në atë zaman sa derhem, denar kanë kanë. E thot, nëse e bon qka që mi ushtar, ka një denar, qka që ushtar, veshja, këpucat, haja, udhtimi, shumë pare shkojnë. Ani bede pak sëmë numrin ushtarve. 3, thot, nuk ka nevoj me blet armatim. Pse të blejmë, kemi në magazinat, ka shpata, ka shtiza, ka shigjeta, pse të investojmë më rekat? Kena këto që, si kemi raportin me kërkran të keq, pse ne me investu në këtë qështje? Në regull, marë këshiltar. Pastaj i thot, pse ushtarët mi lodh?
ushtar të shmirë me aktivizu me poplin, me afru me poplin, me shku me mbjell kolamboqe, me prelu ledelli, me ndreqë ura, me rafshtu rrugët. Ide e mirë, që mës kem popli frikë për ushtris. Fillojnë, qa pik komandos, hajde mbjell kolamboqe. Paramendojni, qëfar strategjie kam përdojnë, teri sa ushtarët, komandosa që i ka pas shteti, kanë harru edhe zanatin e vetë. Dhe ka ra paramendojni, prin 100.000 kalorës që i ka pas khalifati muslimanve, ka ra ma pak se 10.000 kalorës. Kër o kom baba i këti 640-ën, i ka pas 100.000 kalorës shteti. 654-ën, sa vjetë, do thot ma pak se 10.000 kalorës. Edhe kështu e ka hum shteti. Do thot e ka dopsu, teri sa ushtarët kanë lip buk, njerëzive kanë zgat dorën, a kje buk me mdhonë. Teri sa njerëz kanë ditë më të përdorin strategji lufte, komandantat dhe udhëhecit kanë hub mo idejet për me ndu për luft, mos flasna mo që jaj me dalë nesër në lufta, kudan që i kanë thirë khalifeti, që kur kanë thirë hajal el gjat, ju në që krejt ato musliman që konë s'ka, e ka vdek i bën Alkamiju. Gradualisht e ka dhonë idejat, edhe ka humbur vullneti i tër ushtris dhe nuk jetash holakos vetëm se si dhe ti të bon këtë këto ushtartë, këtë ushtrien, dhe cilë dhe të vepra e ushtris kur t'hin në Bagdad, dhe cilë dhe të roli muslimanve mbrenda në Bagdad, dhe cilë qëfar rezultate dhe të kena neje pas ndodhis që do të nisët ushtria e holakës për në Bagdad, inshallah si t'jemi gjallë, do t'i cekmi, inshallah, Allah ju ruajt, Allah ju ndëraf. Va kam bo këtë holakë o krije, na? Hajren, inshallah, këtë e nësim, historia përsëritet. Allah ju ruajt, Allah ju ndëraf. Assalamu alaikum.